Si ke emrin? Emili. Emili. Sa emër të bukur, kush ta ka vënë emrin? Mami. Mami, taksosh. Emili, nga vjen ti? Unë vi nga Tirana. Nga Tirana, jeton në Tiranë? Shumë mirë. Me kë ke ardhur sot? Me mamin, babin edhe vllajin. Po pse ke ardhur, e di? Po se nuk dua që Edi Rama të na vjedhë tokat e Shqipërisë. Nuk do që Edi Rama t'i vjedhë tokat e Shqipërisë. Ku e ke parë, ta kanë thënë apo e ke parë këtë gjë? E kam parë në për rrjetet sociale. Në çfarë klase je ty, Emili? Klasë të 4. Po në klasën tënde, ka fëmijë të tjerë që e mendojnë si ty? Po. Ke shokë dhe shoqë që Po. mendojnë si ty? Kanë ardhur ata sot këtu? Disa po, disa jo. Ti mendon që këta që bërtasin këtu kanë të drejtë? Qa? Kanë të drejtë? Po dhe jo. Për çfarë kanë të drejtë? Kanë të drejtë sepse mbrojnë pronat e veta, po s'kanë të drejtë se nuk e di nëse projekti do vazhdohet. Pra, Emili më kujton pralljen e mbretit Lakuriq, ku një fëmijë arriti t'i thot mbretit që ai ishte i zhveshur. Sot Emili po na tregon një të vërtetë të madhe. Faleminderit Emili, edhe mua më vjen shumë mirë që ti ke kurajo të flasësh, të mendosh, edhe do dalësh sërish? Do dalë çdo ditë. Po. Duket se Shqipëria është e madhe. Sa e madhe është? Ka qenë shumë e madhe, por nga karakteri që jemi si qeveri frikacake nuk mundëm do që ta ruanim. Po, një fëmijë na thot të vërtetën. Nëse doni të mësoni të vërtetën, dëgjoni një fëmijë. Është i pastër dhe i çiltër si kristali. Emili, çfarë do kishe tjetër për të na thënë neve? Që ti e mendon dhe e ndjen, e ke në zemër, në mendje. Që jam shumë e mërzitur, Pse Emili e mërzitur? sepse Rama nuk mendon fare për paqet dhe në ardhmen e fëmijëve. Ku luani juve, Emili? Ku luani? Keni një park lurash ku luani? Ka vetëm të lagja një vend që është me dhe bari është i djegur dhe jo imi mbajtur. Dhe aty vetëm aty në dhe luan. Dhe ti do doje për shembull të kishe parë që të kishe kënde me lojë, të kishe shkolla për të mësoje gjëra të reja. Po sa prej nesh bën këto? Sa prej jush bëjnë këto? Ka fëmijë të tjerë që i kanë mundësi? Kanë fëmijë që i kanë këto mundësi, por vetëm jashtë shtetit, sepse këtu në Shqipëri nuk mundet. Ke menduar ndonjëherë mami dhe babi jo të ikin nga vendi? Jo. Pra, po ju rrisin këtu? Sepse unë nuk dua të ikin nga vendi. Ti nuk do të ikësh nga Shqipëria. Pse nuk do të ikësh nga Shqipëria? Sepse nuk dua të trastoj vendin tim dhe dua të marr vesh ç'a bëhet. Hajde të po. Pacim.